do të kryhet përmes analizave të ADN-s. Edhe këtë ente kanë vazhduar gërmimet në zonën malore të fshatit Kalludër të Zubin Potokut, ku 2 ditë më parë u gjetë mbetje mortore njerëzish. Burimet të Kanal 10 brenda institucioneve të sigurisë bëjnë të ditur se gjatë procesit të gërmimeve janë gjetur 6 trupa. Për të parë nga afër gërmimet sot gjatë ditës kanë qenë shumë krerë institucional. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Haxhiu ka thënë se mbetjet e gjetura në këtë zonë janë konfirmuar me prejardhje njerëzore, ndërsa ka kërkuar që të ruhet integriteti i jetimeve dhe të respektohen familjet e personave të zhdukur. Duhet të kujdesemi që ta ruajmë integritetin e hetimeve, sepse kjo është një çështje shumë e ngjashme, e po ashtu të kemi konsiderat për familjet që presin informacione se çfarë po ndodh në atë terren. Kryeprokurori i Prokurorisë Speciale Blerimi Sufaj tha se procesi i identifikimit është i ndërlikuar dhe kërkon kohë, pasi çdo mbetje duhet të trajtohet sipas standardeve të mjekësisë ligjore dhe të identifikohen përmes analizave të ADN-s. Ky proces mund zgjatë, nuk mund të themi se kur përfundojnë, ajo që ka shumë rëndësi është se identifikimi merr kohë dhe kërkon standard për marë dhe për të identifiku pastaj përmes ADN-s se cilin trup. Mirë po këto mbetje nuk është se mund të tërheken aq lehtë, sepse duhet që paraprakisht të konstruktohet trupi i njeriu. E pastaj ato të shkohen të dërgohen në mjekësi ligjore, pastaj të vazhdohet me procedurat të tjera. Te kjo zonë ku janë bërë gërmimet, dyshohet për një varrezë masive me trupat e shumë civilëve shqiptar të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Teksa një gjë e tillë dyshohet se është gjetur gjithashtu edhe në komunën